të Shqipërisë që nuk pranoj një qëllim të tillë, nuk pranoj një logjik të tillë. Ose për akshin se qenë ka kulturë e shqiptarëve kjo pegmarrja, ka turp më të madh. Unë them ju në memorien 34 vjeçare, unë ma e mend vetëm një biznismen të marrë peng. Dhe po të marrë çdo vend tjetër e ka një biznismen apo dy të marrë peng në 3 dekada. Po, mund të ketë edhe një tjetër që unë se ma e mend, po se është kur kulturë shqiptare pegmarrja. Në një kohë kur sipërmarrja shtetërore e Edi Ramës ka të paktën 3 të deklaruar gjithtani marrje peng. Është kultura e Edi Ramës dhe jo është shqiptarëve pegmarrja, por lobistët e paraqesin se qenë ka kultura jona. Ja u them këto për t'u angazhuar në një debat, në një diskutim të hapur me çdo shqiptar që duhet të ngrihemi, duhet të vazhdojmë betejën tonë gjerë realizimin e projektit. Edi Rama, e them përsëri, është bish e plagosur përfundimisht. Të bëjë ç'të doj, ne nuk i ndahemi. Të bëjë ç'të doj, ai s'ka të ardhme. Është i pashpres, është i humbur. Përpiqet në të gjitha mënyrat si sharlatan. Përpiqet është i gatshëm të shes gjithçka. Është i gatshëm të thot çdo gjë, vetëm që të mund të notoj apo të kapet në një thjebare apo tjetër. Vetëm që të pëlqej këtij apo atij. Po kur vjedh shqiptarët në këtë mënyrë nuk ke më shpresë. Edhe ju garantoj se ai vërtet e mbylli, vërtet ballukun e ka në krah, ajo ja ka të gjitha dozat. Ai ka 25 vite që vjedh me të që nga bashkia e gjerë ditën që iku. Dhe tani ka vu serin e tyre. Tani është Oltion Bistri, që është bërë asistenti kryesor i Ergys Agasit. Sepse Ergysi është i qetë, mbrohet nga policia, vazhdon ndërtimet në resortet e tij. Nuk i doza sepse drejtues politik të qarqeve, nga ju drejtues të degëve të Partisë Demokratike, kërkohet nga koordinatorët tanë një përqendrim total në përgatitjen e protestës së ardhshme të datës 8 maj, një takim dhe biseda intensive me qytetarët shqiptar për t'u shpjeguar atyre pavarësisht se çfarë janë, socialist, demokrat, pa parti, çdo njeri që jeton me ndërshmëri me djersën e vet, se nuk ka patur armik më tegër se Edi Rama, për shqiptarët, për Shqipërinë. Së dyti, ju keni qartë se për të gjithë ju, për të gjithë ne, kryefjala e të gjithë kryefjalëve është organizim, organizim, organizim. Ne jemi parti e madhe. Ata që e vënë në dyshim të gabojnë. Jo, ne jemi parti e madhe. Por ne kemi pasur një problem, se duhet të njohim problemet tona. Ne nuk kemi marrë në shkallën e duhur me organizimin. Për një seri, por ne nuk jemi ata që jemi përkushtuar në shkallën e duhur energjit për qëndrimin tonë. Ndaj dhe sot dhe çdo ditë, kryetarët, anëtarët e kryesive, drejtues të qarqeve,
koordinatorët, kryetarët e grup seksioneve, kanë detyrën më të rëndësishme riorganizimin e kësaj partije. Nga seksionet gjerë në drejtimet kryesore. Edhe kjo është e domosdoshme për të përballë me situatën e krijuar. Edi Rama është në pozitë të vështirë, nuk del ma nga ky. Edi Rama del nga ky qerthull vetëm po e lam ne. Ta kemi shumë të qartë. Vetëm po pranuam ne që ai të dalë, se ai nuk mund të dalë. Nuk mund të dalë. Dha një intervist në një, me siguri të lobuar, në një gazetë europiane. Shtypi europian ju përveshk. Gazetat më të mëdha ju përveshen si hipokrit, si mashtrues, e tjerë me radhë. Të gjitha cituan opozitën. Zërin e tyre përpjekjet e opozitës. Duhet bëjmë gjithçka që këto përpjekje të vinë në rritje. Edi Rama çdo ditë bëhet më armik, çdo ditë bëhet më rrezikshëm, çdo ditë bëhet më antishqiptar, çdo ditë bëhet më hajdut bashkë me organizatat e tij kriminale. Ne nuk do ta pranojmë kurrë një gjë të tillë. Faleminderit.